Hadithi dhe kuptimi I tij. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Më I mençuri të mençurve është ai që e urren këtë botë, që ka ndërprer shpresat dhe dëshirat për të, dhe që është larguar prej saj me shpresë dhe dëshirë. Me këtë thënie, Imam Aliu a.s. na mëson se mençuria e vërtet nuk qëndron në zgjuarsinë mendore apo në përfitimin e kësaj bote, por në vetdijen shpirtërore. Njeriu më I mençur është ai që nuk mashtrohet nga kjo botë kalimtare, nuk e bën ato synim dhe nuk lidhet pas dëshirave të saj të përkohshme. Ai e urren botën jo për ekzistencën e saj, por për mashtrimin dhe largimin që ajo sjell nga Allahu I madhruar. Ndërprerja e shpresave dhe dëshirave për dynjan do të thotë çlirim I zemrës nga lakmia, ambicia e tepruar dhe varësia ndaj gjërave kalimtare. Një njeri I tillë largohet nga kjo botë me shpresë dhe dëshirë për botën tjetër, duke jetuar me qëllim, devotshmëri dhe përgatitje për takimin me Allahun. Thënia e Imam Aliut na fton të rishikojmë prioritetet tona, të mos e bëjmë dynjan qëllim, por mjet për arritjen e kënaqësisë Allahut dhe shpëtimit të përhershëm.